ditët e sotme po vlon debati publik nga një shkresë e Erion Veliajt, shkresë e cila është e firmosur dhe e lëshuar nga burgu, ose më saktë nga institucioni para burgimit në cilin ai mbahet deri në shqyrtimin e çështjes së tij mbi akuzën. Dhe është një shkresë e cila ka shkaktuar debate të ndryshme dhe bides qëndrime nga më të ndryshmet për shkak sepse Anuela Aristani, e cila ishte një kryetare po ajo dhe e komanduar në mungesë të zotit Veliaj, dhe ndërkohë zoti Veliaj shkarkon Anuela Aristanin dhe emëron zonjën Sara Goxhaj si kryetare komanduar e bashkisë deri në momentin që ai t'i rikthehet drejtimit të saj. Tani Anuela në dielnin tim dhe të publikut ishte një personazh i zgjedhur nga zoti Rama dhe që gëzonte dhe mbështetjen e Ramës. Ndërkohë që në deklaratën që lëshon zoti Veliaj, pasi debati publik, opinioni publik vlonte dhe mendonin që kjo do ishte një përplasje e brendshme mes PS-s, dhe realisht përplasje e brendshme, sepse në politikë ti e di më mirë se unë që gjua i është dhënë njeriu për ta fshehur vërtetën dhe mendimin. Zoti Veliaj deklaron që unë me Edin sprishëm as dia as sot as për 1000 vjet do jemi miq për herë. Kjo është situatë e vështirë, do e kalojmë. Ndërkohë që po të heqin fat shikojmë veprim, hiqet njeriu i cili kishte suportin e Ramës dhe zgjedh njeriu i cili ka suportin e Veliajt. Si e shikon gjithë e lëmsh në qoftë se e zgjidh, si qëndron e vërteta në opinionin tënd? Së pari, nuk është e vërtet që ato deklaratat publike i bën Erion Veliaj. Ne e dim që prej kohësh Facebookun e Erion Veliajt e ka uzurpuar Edi Rama. Ai redaktori që del në ato përgjimet e burgut që i janë bërë Erion Veliajt është hiç më pak se sa Edi Rama. Sa i takon kësaj historisë që dikush pas ka të drejtën, që gjithkush pas ka të drejtën të komandojë një kryetar bashkie, atëherë po e marr dhe unë të drejtën për të komanduar një kryetar bashkie, se unë dhe Edi Rama në raport në Bashkinë e Tiranës kemi të njëjtat kompetenca. Praktikisht s'kemi asgjë në dorë, po jemi të barabartë. Pra gjithkusht prej nesh, unë apo ju, apo Edi Rama, apo pastrusja e kryeministrisë, apo roja i bashkisë, kemi të drejtën të komandojmë një nënkryetar bashkie, zero. Nënkryetarët e bashkisë komandohen nëpërmjet dy formave, ose nëpërmjet delegimit nga kryetari në detyrë, ose nëpërmjet votimit në Këshillin Bashkiak. Kush është Edi Rama që komando ka një kryetar bashkie në detyrë, se kuptoj. Nëse drejtori juridik i bashkisë do të ishte një person me integritet personal e profesional, nuk do ta lejonte Edi Ramën të hynte në zyrat e bashkisë. Nuk do ta lejonte. Po. Edi Rama nuk është askushi të hyjë në institucionin e bashkisë. I vetmi institucion që qeveria ka si ndërlidhës me pushtetin lokal është prefektura. Pra vetëm prefekti i Tiranës është ura lidhëse mes qeverisë qendrore dhe pushtetit lokal, në këtë rast Bashkia e Tiranës. Edi Rama në Bashkinë e Tiranës ka vetëm dy kompetenca, ose të vendosë në funksion dhe në lëvizje prefektin, të cilin vetë e emëron, ose të shkarkojë me vendim të Këshillit të Ministrave kryetarin e Bashkisë Tiranës, siç ka bërë me të gjithë shokët e tij, të cilët janë në burgun e Durrësit, të Lushnjës apo të Fijerit. Pra, nuk ka Edi Rama asnjë mekanizëm tjetër ligjor dhe gjithë çfarë po ndodh është thjesht një lëvizje shahu, dhe me lëvizjen e Erion Veliajt për të shkarkuar Anuela Aristanin, Edi Rama ishte shahmat. Duhet pranuar kjo. Përkundër gjithë mos simpatisë time për Erion Veliaj, ky është fakti. Erion Veliaj me Edi Ramën ishte lëvizje shahu, ku t'i humbur doli Edi Rama pa diskutim. Pse e mendon kështu që ka dalë i humbur Edi Rama? Më fal? Pse e mendon që ka dalë i humbur Edi Rama, Skerdi? Atëherë, së pari sepse Edi Rama u sfidua nga i burgosuri i tij, pavarësisht se Erion Veliaj është një nga njerëzit më të korruptuar të Shqipërisë. Së dyti, sepse Edi Rama sot është përpara një lëvizje të fundit të shkarkojë kryetarin e Bashkisë Tiranës, por kjo nënkupton sipas ligjit zgjedhje të parakohshme në Bashkinë e Tiranës, dhe hiç më pak se Edi Rama e di se nëse ne shkojmë në një proces zgjedhor në Bashkinë e Tiranës, Bashkinë e Tiranës, Edi Rama dhe çeta e tij e quajtur Partia Socialiste nuk e fitojnë kurrë. Dhe Edi Rama kësaj trembet. Për këtë arsye vazhdon ta mbajë në detyrë përkundër gjithë
normave në këtë rast, ku të gjithë pararësit të gjithë shokët e Veliajt, të cilët kanë shkuar në burg para tij si kryetar bashkie, i ka shkarkuar, kemi këtu rastin e Lushnjës, të Kuksit, të Himarës, të gjithandej, ndërsa Erion Veliaj nuk e shkarkon. Nuk e shkarkon jo se Rama ka ndonjë simpati për Erion Veliaj, njeriu më i lumtur në Shqipëri që Erion Veliaj është në burg, është Edi Rama në mënyrë absolute, por Rama nuk e shkarkon për shkak të kostos politike që ka në Partitë Socialiste të Tiranës. Nuk është rastësi që të gjithë emrat e Erion Veliajt, pra janë 8 ose 9 emra në dijenin time, në listën e Partisë Socialiste, janë të gjithë në listën e hapur. Prej këtyre do dalin deputet maksimumi 2, jo më shumë se sa 2. Ndoshta as dalin as 2, po të paktën vetëm 2 janë ata të cilët kanë mundësi politike për të dalë deputet. Kjo do të thotë që kjo historia është një shernaj në dukje e rëndësishme, po në gjykimin tim është më shumë mafioze se sa kaq, sepse dokumentin ka firmosur kryetari i bashkisë, unë asaj mund të bazohem. Kryetari i bashkisë, pavarësisht se është në burg, ka firmosur për të deleguar zonjën Sara Goxhaj si kryetare të komanduar për detyrat e bashkisë. Nga ana tjetër, statusi që shkruhet në faqen e Erion Veliajt nga Edi Rama nuk mund merret për bazë. Një moment s'kerdi këtu, dua vetëm një ndërhyrje. Deri më sot, ne kemi lexuar politikën nëpërmjet deklaratave dhe fakteve që lidhen me deklaratat. Sot kemi të bëjmë me një kontekst të ri, që operohet ndryshe nga çfarë deklarohet. Pra, vetëm ajo që ka rëndësi është të dyshosh të kundërtën e deklaratës dhe jo vetë deklaratën. Dhe këtë ka treguar historiku dhe ajo që ka ndodhur në Partinë Demokratike, dhe ajo që ndodh në Partinë Socialiste, po dhe ajo që ndodh pak a shumë edhe në raportet politike edhe jashtë vendit, flas kryesisht në fushën e gjeopolitikës. Në këtë lloj forme, unë kam filluar të kem dyshime edhe në lidhje me operimin me partisë në pushtet me të gjitha partitë opozitare. S'po them vetëm me njërin. Domethënë, na kanë futur në një dyshim se si qëndron realisht e vërteta, cilët janë kundërshtarë dhe cilët jo, dhe ajo që po shikojmë, sidomos të 4 vitet e fundit, lufta pas ka qenë më ashpër brenda llojit sa me kundërshtarin. Dhe në këtë kontekst, po e kontekstualizoj dhe në rastin e zotit Veliaj. Zoti Veliaj ishte, le të themi, krijesa politike e Edi Ramës. Krijesa politike e Edi Ramës ka qenë, besoj dhe këtu bie dakord me mua. Mund themi që dhe zoti Basha po ashtu ka qenë krijesa politike e zotit Berisha. Me këtu do të jemi absolutisht dakord, besoj. Dhe po ashtu mund themi që dhe vetë Rama deri diku ka qenë krijesë politike e Metës me Nanon. Dhe secili ose ka zgjësuar ose ka luftuar me krijesën e vet politike. Dhe kemi parë që është bërë dhe palë me kundërshtarin. Zoti Meta për shembull me të dyja partitë, si me Partinë Socialiste dhe si me Partinë Demokratike, ka qenë dhe në aleanca dhe në armiqësi të thella. Për ta derivuar dhe për ta sjellë në rastin sot, atëherë s'kerdi, mos është e gjitha thjesht një iluzion që ne flasim dhe thjesht është raport forcës e cili do thjesht pushtetin. Nuk është se ka një idealizëm të madh, flas për gjithë operatorët politik, për gjithë figurat politike. Të paktën mua këtë ndjesi po m'japin. Shiko, unë marrësit mendoj që lufta brenda llojit është gjithmonë e ashpër dhe kjo s'është ndonjë devizë që e shpikim ne këtu, është që se ekziston politika. Por mendoj që raporti i Ramës me Veliaj në këtë rast është më shumë një raport mafioz sesa një raport politik apo një raport bashkëpunëtorësh. Unë e konsideroj më tepër një raport mafioz. Ne kemi shkuar në fazë që kryeministri dhe kryetari i bashkisë sjelljet mes tyre nuk i kanë më, janë shumë larg të qenit si shtetar, por nuk i kanë më as politike. Ata cilët e njohin të shkuarën e Edi Ramës e dinë që në 96-ën dhe Fatos Lubonja, Andi Bushati dhe Nikol Lesi janë të gjallë dhe ta dëshmojnë këtë fakt, e kanë dëshmuar dhe publikisht, të paktën 2 prej tyre. Edi Rama shkoi në redaksinë e gazetës Koha Jon dhe ju kërkoi këtyre të sipërcituarve të ta lejonin atë për të bërë ballinën e gazetës Koha Jon. Dhe ti cila ishte ballina e gazetës Koha Jon të nesërmen? Ishte një portret i madh i Edi Ramës. Edi Rama në faqen e parë të gazetës Koha Jon.
Pra, ky njeri, ëndrrën e vet më të madhe në jetën e tij e ka pas të ishte kryeredaktor mediash. Nuk e ka imagjinuar ndonjëherë që mund të bëjë kryetar bashkie apo kryeministër. Ëndra e Edi Ramës ka qenë të bëjë kryeredaktor mediash. Jo pa qëllim të gjitha deklaratat që dalin nga zyrtarët Partisë Socialiste kur ata japin dorëheqjen apo historitë të tilla, shkruhen nga e njëjta dorë prej më shumë se 20 vjetësh në Partinë Socialiste. Prej më shumë se 20 vjetësh i shkruan në njëjta dorë Edi Rama. Dhe prandaj them që çfarë shkruhet në Facebookun e Erion Veliajt është dorë e Edi Ramës. Çfarë firmoset me dorën e Erion Veliajt është fakti i Erion Veliajt. Dhe Erion Veliaj e ka shpërbër nën kryetaren e Edi Ramës. Pastaj, se çfarë vendos Edi Rama me stilin e tij mafios duke qenë i lirë, ndërkohë Veliaj është në burg, kjo është një histori mes tyre. Unë nuk kam interes fare të merrem për raportin mes tyre sepse në lumë të Vlorës përdorin një frazë në këtë rast, ngjanë si në formë mallkimi, po si është, ka shumë ironi brenda. Është hëngshin shoqen e i pasmi, do me thënë i fundit, vete. E bukur, po të njëjtën gjë Rama ka bërë realisht me Partinë Demokratike gjithashtu, për çfarë dhe sundo, në kohën që ka qenë kryetar. Ja ta themi gjën. Çfarë të bësh në komshi, të vjen në shtëpi, kështu që çfarë Edi Rama tentoi të bënte tek ne, sot i ka shkuar në shtëpinë e tij. Përplasja në Partinë Socialiste është më e ashpër se kurrë, është më e dhunshme se kurrë. Mendoj që do të shpërthej përpara 11 majit, dhe në 12 maj, kur rezultatet e listës hapur të Tiranës të shfaqen në sy të publikut, aty do të kuptoj se jo si është grupi Veliaj brenda Partisë Socialiste është shkrirë, po në një farë mënyrë do të faktojmë edhe pretendimin e një miku tim gazetar shumë pranë Edi Ramës, ku më ka thënë dikur se çfarë do të ndodhë në Partinë Socialiste pas humbjes së zgjedhjeve të ardhshme, do të jetë një masakër e vërtet. Dhe kam një bindje absolute që lufta brenda Partisë Socialiste nuk do të jetë më vetëm një luftë politike. Mos më thuaj që është Flogirt Muça. Jo, nuk është. Flogerti nuk e lëshon partinë kaq shumë. Nuk e mendon humbjen. Le më të flasim çfarë do ndodhi pas humbjes. Po, dhe që kam një pyetje Skerdi. Në një vrazh duke qenë se sot jemi në disa deklarata ku duket se u ka filluar një luftë me disa hipopi midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Dhe strategjistët e komunikimit ose ekspertë e komunikimit e kanë cilësuar si një veprimtari e Ramës, e cila mundohet të përçmoj kryetarin e opozitës që është zoti Berisha, thonë ata në qendrimin e tyre, dhe duan të sjellë në vëmendje dhe sidomos do që të faktorizoj zotin Basha duke qenë se ai shikon me Demek si kundërshtar më i dobët. Në këtë linjë, se diskutuam dhe dje bashkë në një emision, unë mendoj që po të vlente ky parim, zoti Rama të njëjtën gjë ka bërë për gati 8 vite në parlament, deri në 2021, edhe kur zoti Basha ka qenë kryetar bashkie dhe s'ka pasur mundësi të jetë në parlament, po edhe mbasi zoti Basha ka qenë në parlament, gjithmonë ai faktorizonte zotin Berisha. Dhe i ketë pafunda videot po të sjellim tashmë, që thoshte ti je kryetar real, unë se njoh këtë, unë njoh ty kryetar, ku je Salina thave syt, pra të njëjtë gati ka qenë e njëjta gjuhë. Nëse ky parim është i vërtet, atëherë dhe Basha me Demek ose është bashkëpunëtori i tij ose ai mundoi ta faktorizojë duke ditë që mund, pas ka vlitur njëta gjë për Berishën 8 vite. Nuk qëndron shumë kjo. Dhe gati dhe qëndrimet e ekspertëve të komunikimit kështu kanë qenë dhe atëherë. Jo po për çan mundohet të tregojë që Basha është kryetar e tjerë. Se do t'i mendojmë gjërat gjithmonë nga qëndrimi dhe nga parimi që derivon nga Rama. Kjo është qëllimi i pyetjes time. Pse duhet të marrim për bazë, për referencë, se çfarë mendon Rama, që ne të kuptojmë se si duhet të veprojmë. Jo, ne nuk mendojmë. E kam fjalën për ju që jeni pjesë e PD-s. Atëherë, unë hyj ata njerëz që pretendoj që e njoh mjaftueshëm komunikimin. Po? Unë nuk mendoj që Ramës i qanë zemra për Bashën sot apo për Berishën dje. Është ironi e madhe që Edi Rama sot do më shumë Lulzim Bashën se sa Erion Veliaj. Po kjo është një histori tjetër. Jemi para një fakt.